Fundjavat jashtë vendit janë kthyer në një trend të zakonshëm për shqiptarët. Në vetëm 4 muajt e parë të vitit 2025, të dhënat e Instat tregojnë se mbi 2.56 milion shtetas shqiptar kanë kaluar kufijt duke shënuar një rritje të ndjeshme, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Shqiptarët zakonisht vendosin moment fundit për të udhëtuar dhe kanë qejf të vizitojnë destinacione të reja ku nuk kanë qenë më parë. Kemi jugun e Italisë, duke filluar nga Salerno, Napoli, Catania vizitohet shumë, ka mundësi të vizitojnë dhe pjesën e Sicilisë, Taormina që janë një orë larg, Sirakuza gjithashtu. Muaji prill rezultoi veçanërisht i ngarkuar me udhëtime, ku rreth 684.000 dalje ishin nga territori shqiptar, një rritje me 11.5% në krahasim me prillin e vitit 2024. Ato që duan të udhtojnë individual, që nuk kanë qejf të shkojnë me grupe, kanë rezervimin e hotelit, akomodimin, mund t'i bëjmë edhe transfer në aeroport hoteli edhe shërbimin me mëngjes. Zakonisht rezervojnë për këto udhtimet e fundjavave, po ka dhe nga ato të tjerët që duan të kenë të organizuar, duan të kenë edhe një kujt. Fillojnë nga 150 euro, 200 euro, duke variuar varet nga destinacioni dhe sa në moment fundit e kanë lënë ato, sepse dhe kjo është shumë e rëndësishme, sa më vonë, aq më shtrenjtë është. Çmimet e ulta të biletave dhe ofertat agjensive po i bëjnë udhëtimet gjithnjë më të aksesueshme për një pjesë të madhe të qytetarëve. Shumica prej tyre shfrytëzojnë ditët e tyre të pushimit për të eksploruar destinacione të reja jashtë vendit.